Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër emision Udhëtim. I fturi sotëm është një fturi i veçantë. Ky emision realizohet në ambientet interesante, do të thojon, në bibliotekën e Lezhës, në një pjesë të saj, dhe lokali së shpejti do të jetë në shërbim të komunitetit dhe banorëve, por më shumë do të jetë në shërbim të turistave. E lokali do të ketë emrin Sofra e Gjergjit, dhe nga kjo sofër mbi një shekullore, që preqi e ka ruajtur me shumë kujdes dhe e ka rreduar me shumë kujdes, i them të Zotit të shtëpisë mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Zoti Martin, dhe paqi kamën e marë edhe faqen e bardhë. Ky është një emision i përmasave ndërkombëtare, jo kombëtare, sepse është pa pagesë edhe pa intriga. Unë ju kam ndjek shumë herë pas here dhe ju po bëni një punë të shkëlqyer për bizneset, për mbarvajtjen, për historinë, për njerëzit e kulturës, për njerëzit e mirë të kësaj treve, që besoj janë me shumicë. Atëherë si që ka tradita jonë, kjo vëldu Krishti, të shkoftë Gjithmonë ecë, faleminderes, gëzuar. Mirë se erdhë, në gëzime jo ktheshim, edhe sa më gjatë e gëzofshim lokalin me gjithë ju, që na ndiqni edhe që do vini në këtë. Faleminderit Zoti Preç për vlerësimin që i bën emisionit tonë, ndërkohë që për audiencën bëjmë dije se pas nesh, por është në punë, është miku i hershëm, i pasionuri i sasheve tepër me Zoti Agustincini, me cilin bashkërisht kemi prej kohësh që po bëjmë këtë emocion. Sot do të flasim për ëndrrën e një njeriu që vendosi të japë jetë një hapësire të veçantë, ku bashkohet qetësia, tradita dhe fryma shpirtërore e vendlinjës. I ftuari ynë, siç e thamë, është Preç Ndoj, pronari i resortit Ylli i Dritës në Troshan të Lezhës, një vend ku mikpritja shqiptare merr një dimension të ri, ku shijon natyrën, ushqimin tradicional dhe mbi të gjitha një atmosferë që të lidhet me rrënjët e historisë. Në këtë emision do të bisedojmë me të jo vetëm për turizmin dhe vizionin e tij, por edhe për rrugtimin personal dhe dashurinë e tij ndaj vendlinjës, dhe për mesazhin që ai përcjell jo vetëm për admiruesit e këtij emisioni, por edhe për më tepër. Atëherë, Zoti Preç, si lindi ideja juaj për ndërtuar një resort për masat e cilit tashmë i kanë kaluar sa duket edhe prishmëritë tuaja dhe idetë tuaja? Ishte një iluzion më tepër apo? Është e vërtet, pavarësisht se dyndja po e quajmë emigracionin dhe migracioni, brenda vendit bani punën e vet, edhe unë lëviza nga Troshani, nga vendlinja, me mërzia kam kthy shpinën, po prapë se prapë duke pa një perspektivë tjetër, por asnjë ditë nuk e kam braktis. Gjithmonë rria në kontakt, duke shiku, duke mirëmajt sa mundja, ju li edhe kushrive njerëzve aty për ta mirëmajt e për ta shu. Edhe tashi, me thonë të vërtetën, një ndër shtysat që unë të investoj aty ishte dhe Tom Antonio Shara. Ndjes pas, nderim dhe respekt për kontributin e tij në zonën e Zadrimës. Një njeri shumë i madh. Ai bani një pemtari në Krajen dhe agronomi i asaj kohe, i ndjeri Noc Kuka, i thot, kemi tokë në Blinishtot, në Bregdrinit, sa dush, thot që jashtë në dispozicion të komunë dhe ta bëjmë atje. Jo, i tha, unë do ta bëj këtu, tha, që ti mësoj njerëzit që edhe këtu punohet dhe prodhohet. Dhe me të vërtet dha një rendiment të papam, edhe ishte një diçka, një kthim në identitet. Pra ai me gojen që kishte, me veprimin që bënte, ju thotë të njerëzit, ktheuni se jetën e keni edhe këtu. Riktheu pasojnë asaj zone, punën asaj zone, atje por dhe ndihmën ndaj asaj zone. Jetun shumë shekuj njerëzit aty, që u sheshin aty, jetonin aty dhe ndërtonin jetën për bukuri. Pra, ne kërkum një jetë më të mirë, po një pjesë nuk e gjetën jetën më të mirë, sepse... Cilat kanë qenë vështirësitë e para që keni hasur
në idetë dhe gjatë strukturimit idejës e formatimit të plot për ndërtimin e atij resorti. Se jam i bindur që siç po kalon tranzicioni nuk ka shkuar gjithçka si në vaj. Unë për gjithë njerëzit që më njohin, jam njëri që flas trosh dhe në sy. Nuk kursehem për çfarë mendoj, sepse kjo është demokracia. Do të jesh i lirë në fjalë, i lirë në veprim dhe duke ruajtur gjithmonë dhe caqet mos me cënuar normën etike, lirinë e dikujt tjetrit. Pra liria jote është deri kur në kufi ku cënon lirinë e dikujt tjetër. Vështirësia e madhe ishte edhe ana ekonomike se nuk ishte kapitali i duhur për ta filluar atë, por fal Zotit dhe bankave, kredia që morëm, mbështetja që na bën bankat, e çava anën ekonomike. Më e keqe ishte ana e dokumentacionit. Të gjithë titullarët e asaj kohe nuk më jepnin leje ndërtimit. Gjithçka ishte konform rregullave, konform ligjeve, por doshin bashkëpronësi. Ti tokën në kapitalin, edhe mirë po me kujtosh Gozhda Nastradinit që shiti shtëpinë për një gozhdë dhe unë tash nuk po përsëris historinë e Nastradinit dhe unë do ta bëj me familjen time. Dhe ky ishte defekti që nuk mu dha leja ndërtimit. Dhe pastaj, shfrytëzova paligjshmërinë dhe vazhdova ndërtova pa leje. Si shumë shqiptarë tjerë, sepse kjo është një diçka se pa leje, do të themi sepse toka ishte juaj. Imja, nuk kam cënu as një nga komshit, as shtetin, as gjithçka kisha në trojët e të parve dhe të kthyer me ligjin 7501. Pra ligji i 7501 vazhdon të jetë fuqi edhe sot e kësaj dite. Është një ligj i miratuar me konsensus të dyja forcave politike. Aso kohë Partia Demokratike ka qenë në opozit, ndërsa PS-ja ka qenë në pushtet, dhe sot e kësaj dite ligji për tokën nuk është vazhdon të jetë dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Pra, ky ishte defekti që ata kërkonin bashkëpronësi, të bëhemi bashkë, sepse u kriju me sa pash, u kriju një ide që të bësh një gjë të madhe do të kesh dikant mbrapa. Por ai është biznesi familjes time, i ndërtuar me mundë me djers. Dhe si gjithë shqiptarë tjerë, falë Zotit në 2015 mu bë dhe legalizimi, duke paraqit gjithë dokumentacionet, kërkesa që kisha bërë, që nga komuna, nga bashkia, nga qarku, nga këshilli qarkut, këshilli bashkiake, gjithë, pra gjithë kënd ishte dosja është shumë volumonoze. Shumë volumonoze. Dhe kur unë jo paraqita tek hipoteka, tek aluizmi, falë Zotit, unë do të përmendë me emër, me drejtor Pashk Lukën dhe i ndjeri Ardian Nikulaj, se i takoj me ndrua të postet. Respekt për të ndjerin dhe vlerësim për Zotin Luka. Dhe ata me thonë, ne habitemi me këtë dokumentacion që ke ti, që nuk të shdon leja. Dhe unë ju fola qartë, që po flasë dhe këtu, më është kërku bashkëpronësi. Pa dashur që të kalojmë në emra, pasi qëllimi i këtij emisioni nuk është lancimi i emrave. Është evidentimi i udhëtimit të çdo personazhi që është i ftuar në këtë emision. Koha kur ju filluat, ka një kohë për ata që na ndjekin, cili vit ka qenë? Po, kemi filluar në 2010-ën si ndërtim. Në 2010-ën? Po, dhe në 2013-ën është përfunduar. Kur është bërë, po them, hapja? Në 2014. Në 2014, pra, është një sagë e madhe, vështërësishe, punëshe. Absolutisht po. Se punë voluminoze, nuk ishte punë e lehtë, punë ashtu dhe duke pa dhe terrenin, se terreni ishte shumë i vështirë, dhe shumë njerëz më thonin, ore ti e budallaqi edhe le këtu. Mirë po i thosha, kur të mbaroj vizioni im, do filloj vizioni juaj. Tani për të vijuar në bashkëbisedimin tonë, sa ka ndikuar roli i traditës, kujtimet familjare, lidhjet me vendlindjen teksa ju bromosët një idetë tuaja për të ndërtuar atë resort? Të them drejtën, zona jonë është gjithë Shqipëria e mirë dhe e kompletuar, por zona jonë ka një traditë, po thuaj se pak më të veçantë te kulinaria, sepse kjo edhe lexohet edhe sot. Ne kemi bërë shumë takime dhe me institucionet e huaja, me kështu, dhe pse nuk e ndani në gjithë Shqipërinë këtë
Eksperiencën po themi. Kështu për shembull siç është Shiroka, për shembull se ca vende tjera, mirë po i them, edhe ne lokal, ne me mrizin e zanave ose me hanin e leks ose me oazin, kemi ndryshime edhe pse jeni brenda një haku një rreze shumë të shkurtër, pra kemi ndryshime edhe mbes vetes. Sepse është kaq e mbushur me kulinari, kaq e mbushur me artikuj, me ushqime, sa që s'di çfarë them. Ka qenë një art në vete zadrima. Në fillesat e aktivitetit të resortit mbaj me një fjalë që ju më keni thënë që ndoshta ndryshimi thelbësor i atij resorti është se nuk përdoren ushqimet, edhe pse nuk janë prekur nuk përdoren për të ricikluar. Vazhdon të jetë kjo traditë? Absolutisht. Sepse për fatkeqësisht në shumë lokale ne shohim pjata të servira nuk po shkojnë më tej. Tani, unë do filloj tek punëtor që janë aty. Punëtori aty let të ma përgjenjështrojë kush doje, ose të vjetë ta verifikoje. Punëtori aty hanë qaf, hanë një turist. Dhe çdo ditë punëtorët pyeten, çfarë do me konsumon sot? Dhe ai bën porosin të kuzhina, sepse unë punëtorit ose klientit ti jap të ricikluar, të ripërdorat që i ka lënë dikush tjetër, unë do ta krahasoj me kafshën atë jo më me njeriu. Pra suksesi juaj sa duket edhe për ata që po na ndjekin është se preçi e fillon pikrisht me djersën që derdhet për të ndërtuar atë pjatë për vizitorin, turistin. Pra me punëtorën, me stafin e punës, që është një staf që me një numër të caktuar, por që shërben. Si vendoset, keni kaluar në përmendjen tuaj disa emra dhe ngjizet tek simbolika hylli i dritës? Të them të drejtën, kisha shumë, pothuajse ishte përfundu objekti, edhe emrin s'ishte gjet akoma, sepse çdo gjë ka atë etapën e vet. Kisha shumë shokë miq që ja sugjeroja, amon ma gjeni një emër që ti ngjis atij vendit, dikush thotë balkoni Zadrimës, dikush kështu, dikush ashtu. Në fakt një balkon i bukur është, që t'jemi korrekt. Një ditë po shkoja për Shkodër, edhe ishte sapo zbarte drita. Mirë po faktikisht hylli i dritës mëngjes del aty sipër lokalit, aty në qafë të Velës. Dhe sa dola unë, sa mu afru Baldrenit, të pusi shytit pak ma shumë, duket. Se mos kesh investu vendin e jote të tërheq. Jo ma unë që isha në kulmin e lullzimit. Edhe kur kthej kokën andej, vetëm isha në makinë, se do shkoja të merret sa materiale në Shkodër, edhe mu dhanë, hylli i dritës. Pap me njëherë më ngullit në kokë kjo fjalë. Kam marrë një shok në telefon në Tiranë, edhe ishte ora 4:30 verë, del drita shumë shpejt. Edhe e marrë në telefon, kur, kene gjë të keqe, jo, i thash, po, kam gjetë emrin e lokalit. Hajde burr, thash, sprite, tha me zbar drita, jo, i thash, desha me nda me një mike, me një shok. Po ma thuj pra më si ma nxore gjumin, po, i thash, po, tha, po, ku të pas ka shku menja? Edhe kështu që, unë thash ylli, po, me mësues të letërsisë me gjuhë të artë, ishte gjuha e vjetër, se në është ylli. Dhe ai e gëzon këtë emër sot, besoj. Një emër domethënës, një emër bashkues, një emër që i shkon më së miri. Kalojmë tek pjesa e dytë e këtij emisioni, tek turizmi, natyra, kultura. Çfarë ofron resorti juaj? Duke nisur nga shërbimet, ushqimi tradicional, të gjitha ato, kush janë, si më thënë, paraprakisht që një vizitor të zgjedhë ju? Do fillojmë që në gjenezë, do fillojmë që ke pastërtia e ambientit. Aty, për mendimin tim, e kanë shpreh shumë njerëz, edhe e ka vizituar dhe kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, dhe thotë kjo është një farmaci, thotë, nuk është thjesht një restorant. Kështu që pastërtia është me gjitha, dhe pastërtia e produkteve që i ve gurin e themelit. Se ne jemi në një zonë ku prodhohet shumë, punohet shumë dhe gjithçka është bio. Kështu që me që jemi në atë zonën e bollikut, jemi në zonën edhe me betone kemi bërë mos me lëviz për aty, do të punojmë pastër, qetë,
pa shumë. Përveç asaj, aty zona ofron shumë gjëra për të vizituar. Është kolegji i Roshanit që është një histori vete. Është kisha Shën Eufemis në Kallmet që është përballë lokalit tim. Plus mund të dalish edhe në Kresh, tani kanë bërë një rrugë provizore ashtu, makina lëviz nëpër majet të Krishtës dhe shikon edhe anën e Kashnjetit, po shikon edhe zadrimin komplet nga aty. Pastaj është poqeria e Krajnit që është me famë ndërkombëtare. Janë disa shërbime artizanale atje? Artizanale, është sapuneria e Blinishtit, janë ca kisha vjetra dhe në Blinisht, kisha i Shtjefnit i thonë, ose ura shkinës. Ura shkinës, po. Se është diçka madhështore. Pra janë shumë objekte që mund të vizitohen në Mrenadicë dhe mund të ushesh tek shumë restorante, jo vetëm restorante, se të gjithë janë të shkëlqyer. Janë të shkëlqyer, sinqerisht, krenohemi me ta. Është një vlerë e shtuar kjo e juaja, pasi rëndisni një lloj si më fjalë, u bëri një farë mënyre reklam edhe resorteve të tjera. E meritojnë, plotësisht e meritojnë. Pra është një por unë do të këmgull përsëri tek ju keni krijuar tashmë një zinxhir, po themi ne zinxhir ushqimor, pra të bazuar pikrisht tek ju, pastaj edhe nga produktet besoj të zonës. Absolutisht po. Në zonën e Krefim, jo e pastor, e Krefim kështu, gjithmonë duke zgjedh produktet. Po duke zgjedh produktin, për shembull, unë nuk kam prodhoj dhe verë, mirë po me të thënë drejt rrushin e blej. E blej, pse blej? E blej se e zjedh, nërsa kur e kam të baqës time detyroj me marrë dhatë keq. Me marrë dhatë. Me marrë dhatë, se po më vjen gjuna me herë. Kështu që kjo është ideja dhe për t'ju dhënë mundësi të prodhojnë edhe tjerët edhe të shesin. T'ju japim një lek edhe dikuj tjetër, jo veç për vete. Pra, dam një vresh krejt minimale, një krejt vogël, po është shumë e mirë, është simbol për të ndjek. Mi thënë, hajde zotri, bëne kështu. Po deshe me bashkëpunu me mua, s'deshe bashkë. Kemi dhe një diçka tjetër, po thujse të veçantë nga tjerë, kemi disa tufa me dhi, pranaj të restorant Hylli Dritës gjenë mishkesi 12 muaj. 12 muaj. Po, fillon nga Saranda, me tufa, në Zagorin Gjirokastër, në Përmet, pastaj dalin kecat tonë, zonës tonë, në maj qershor, porrik dhe ngusht, pastaj edhe në Tropoj kemi 2 tufa që... Pra keni shtrirë, po thujse në gjithë gjeografinë shqiptare. Nuk kemi tonat, por kemi marrëveshje. Por keni kontrata, marrëveshje me... Kemi kontrata me te, kemi marrëveshje që ato... Që të ketë... Sikur t'ja kërkosh 1 milion lek një ketë s'tjetë jes ta jep. Sepse, po, kontingentin e vetë dhe kontingentin tim nuk e prek. Nuk e prek. Pra është një bashkëpunim që ka ardhur duke u forcuar ndër vite dhe tani i mbetet solid. Jemi konsoliduar. Raporteve detyruese të palëve. Absolutisht po. Si ndërthuren për vizitorën bukurit natyrore, ose si ndihet një vizitor pasi të drekoj, ose të konsumoj një pasdite, ose një darkë tek resorti juaj, dhe kam parasysh lindja e diellit që është frymzuar, jeni frymzuar edhe ju, por është edhe marrja e diellit ose perëndimi i diellit, është një klimë gjysmë malore, do të thojë unë, mi fjalë është një brez i mesëm që ka një farsojshie, besoj edhe nga ana. Të them të drejten, kur lind dielli, të duket sikur ke shumë afër, sepse lind në malin e Krishtës, ajo e lejon. Aty del dhe e pushton pellgun. Të duket sikur ke shumë afër, ndërsa kur perëndon të duket si je mbi diellin, se është poshtë. Një pikë shumë strategjike. Pra, është diçka shumë e bukur. Ndërsa për vizitorë, se ne kemi dhe hotel, se prandaj quhet agroturizëm, se i do gjitha të kompletuara me i kena gjitha parametrat që i përket një agroturizmi, dhe për ato që vijnë turistat, sidomos të huajt, masi të hanë dreken për shembull, se janë edhe për hotel, masi të hanë dreken, marrin një malore duke nga me vrap, ku i thonë, duke në gjithë malore, se duke zbritë, duke shu, për të konsumuar edhe energjitë e marrë. Dhe pjesa më madhe, nga aty dalin të kisha shnanojt që kemi atje sipër në mal, është kisha shnanojt atje në Troshan, edhe dalin në kam shumë nga këto vizitorë, në kam, e kanë rrugën e makinës, por nuk e preferojnë, dalin në kam. Edhe
e shtyjnë kohën për bukuri. Shkojnë edhe tek kisha, i shoqërojmë shpesh, i shoqërojmë edhe ne. Kur ata kanë nevojë, na kërkojnë ndihmë, ne ju ofrojmë një ndihmë falas, duke i dhënë një shoqërues me vete. Duke u shpjeguar me resurset e zonës. Absolutisht po. Edhe ata vinë shumë të kënaqur, kemi nga pothuajse nga gjithë bota kanë ardhur turistë aty, edhe nga Australia e largët, dhe nga Honoluluja kemi të regjistruar aty në hotel që pra pothuajse nga gjithë globi, po themi ne. Tani zona e Zadrimës u bën njohur nga gjithë globi, me mrizin e zanave, me hylljen e dritës, me oazin, me hanin e Lekës, është edhe kalaja Sapës që është hapë në Nënshat, është edhe kantina Dheu që është hapë në Kallmet tani kohët e fundit. Të gjithë punojnë, të gjithë kanë strategjinë e vet, të gjithë janë korrekt. Jemi shumë të kënaqur, edhe për bashkëpunimin që kemi mes njëri tjetrit. S'ka vende, a ke vende. S'kam vende, a ke vende. Edhe mundohemi që mos tiki njeri i pa kënaqur për atij vende, se bëjnë kilometra për të ardhur tek ne, edhe ne ju kemi detyrim, ju kemi borxh atyre për t'ju shërbyer. Në një farë mënyrë ndikon edhe infrastruktura. Absolutisht. Lidhjet që përgjithsisht janë në fakt me rrugë të asfaltura, pavarësisht nga cilësia e tyre, pra e bëjnë të mundur. Po, janë lëvizje të lirshëm. Lëvizje të lirshëm për shkuar në gjitha, po themi ne, në gjitha drejtimet, nga Kallmeti, në autostrada ka. Tani deri në Ungrej ka dalë asfalti, shkëlqyer fare. Tani ju përveç teje bashkëshortes, e keni, siç e thënë në fillim, te keni biznes familjar. Dhe në ato pak dije që kam unë rreth aktivitetit tuaj, më del që të gjithë djemtë punojnë, por natyrisht nga si i madhja saj shtëpie ti i ke të gjithë një lloj, por njëri prej djemve ka fituar dhe çmime, do të thoja unë, kombëtare, mos gaboj apo? Po. Faktikisht, po të them që është i imi dhe jam unë pronari, do më thonë është njësoj si më thonë atë dënë mo për Belulin. Nuk shkon. Ajo është një biznes i familjes, nga i madhi deri te i vogli, kanë kontribuar me gjitha forcat që kanë pas dhe mundësi që kanë pas për t'i realizuar këto. Unë me të vërtet të 3 djemtë i kam këtu dhe po të garantoj që me ndërgjegjen time asnjë lek nga jashtë nuk ka ardhur për këto investime. Gjitha janë grumbulluar këtu mbrapa nëpërmjet kredive, nëpërmjet punës, natë ditë në punë. Dhe falë Zotit që edhe shokët e mirë në mbështeten, mbasi filloi biznesi, ai filloi filloi frekuentimi e ardhja. Djemtë i kam të shkëlqyer, djali i madh ka një biznes, si më thënë, pothuajse të vetin, pa dashmi bë reklam, ka kafen Lavaza që e ka për veriun, ka dhe një kafe tjetër, një Mike kafe, ka dhe birën Estrella Garlica, një birë spanjolle, dhe birën Stella, që ka distributor për veriun. Djali dytë, Florian quhet djali i madh, djali dytë Fatmiri është te resorti tani, ai e menaxhon, që më thon, menaxheri i ditës, pavarësisht se jemi gjithë bashkë. Jemi gjithë aty dhe edhe ai ka marrë titullin mjeshtër i kuzhinës. Ndërsa edhe djali i tretë është këtu që do menaxhojë edhe. Do të menaxhojë këtë djali i tretë emri? Fridion. Ai është, si më thënë, Fridion SHBK, ai është motori jot. Me janë që se unë jam timoni, ai është motori. Edhe tjerë po, sidomos ai njerë, edhe ai ka marrë disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe më rëndësishmja familjes? Po për te modestis. Edhe bashkëshortja është një mbështetje e fortë. Nuk do ta fshejmë fare atë, unë me të vërtet jam me origjinë mirëditor, po mirëditori do të jetë i drejt për drejt. Mbas një burrit suksesi qëndron një grua e fortë. Grazuar dhe grua e fortë. Është diçka që u bëj thirrje edhe çifteve shqiptare. Bashkëpunoni mes kurorës së Dëçani Malit. Harmonia, bashkëpunimi. Ajo është kulmi i suksesit.
kulmi i suksesit. Dhe jo dashuria, po themi ne, vizuale, dashuria... Ajo është pes me hiç, po ta quaj se ajo vjen një moment që t'len edhe pastaj ç'a ngeli asgjë. Pra, bashkëpunimi mes kurorës është se pastaj edhe fëmijët fillojnë edhe mbështesin. Kur përçarja është mes çiftit, edhe fëmijët marrin o njërin o tjetrën. Dhe kështu familja ngelet sakat. E tham që në kryet herës se Zoti Preç është një ftuar i veçantë, i rrugës së këtyre udhimeve. E kam patur arsye se e kam thënë kështu dhe bëjmë dije se Preçi është një adhurues, një lexues, por edhe një kontributor i rëndësishëm i librave. Dhe përpos gjithçka afron për të ngrënë ka dhe një, do të thojon, një mini bibliotek dhe ka financuar pra kalon 2 shifror numri i librave të financuar. Dhe kam kënaqësi të deklaroj këtu se njërin prej librat mi e ka financuar Zoti Preç. Dhe këtu nuk ka konflikt interesi, por ama e ka financuar, siç ka financuar është 2 shifror numri. Çfarë ju lidh me librin, përveç traditës së zonës Trashani që ka histori të veçantë? Unë, baba im ka ditë me shkru dhe me lexu fal pa të gjesh fishtës. A gjesh fishta ka qenë mësuesi i babës tim dhe shumë të moshës babës tim. Dhe qëtë herë ne kishim, për shembull, lexonim gazeta, lexonim gjana, plus edhe jeta në ushtri na boni me lexu shumë, se lexonim edhe kajherë edhe jashtë dëshirët, veprat për të marrë me ushtarët pastaj. Edhe kjo mungjis si dëshirë edhe si ashtu. Edhe biles në disa, një 2-3 promovime e kam thënë të shprehen që po përsëris edhe këtu, po deshet të ngelesh një histori, shkruaje një libër. Dora vdes, libri ngelet. Po deshe të bësh një bamirësi, sponsorizo një libër. Sepse jo gjithë kanë mundësinë për ta botu. Dhe po deshe të bësh një dhurat, dhuron një libër. E bukur kjo. Kjo është ajo që mu më lidh shumë me librin. Unë për ku të shoh me jalë që libra që më ngjisin dhe shoh se është duke heq të bastardet që shkruajnë në gjëra jo tetike që të ashtu, pjesën tjetër unë i marr edhe i shoh. Edhe në një formë, edhe për ta ndihmu botuesin, atë shkrim që shkruan dhe mbush bagazhin tim. Ju keni lidhje edhe me një kardinal shqiptar që po shkon drejt shekullit në moshë. Po, jam krenar për të. Do më lejosh që më kam për të. 2 sekonda. Lutem. Ai është kardinali që po shkon drejt Ernest Roshani, që po shkon drejt shekullit në jetë dhe është ende në forcë, në dije, në... Ai i ka mbush 97 vite dhe ka hyrë në 98 vit dhe ai shërben gjithë ditën. Unë mendoj ta ngrim një shëndet për kardinalin. Ta ngrim një shëndet është fati i historisë kishtare, është fati i Lezhës, është fati juaj që keni lidhje familjare dhe gjaku, si themi ne, me te. Të ketë jetë sa më gjatë e të lumtur. Edhe ti ta gëzosh jetën, edhe falenderoj shumë për respektin që u ngritën kam për kardinalin. Kur Kalvari i Kishës Katolike në Shqipëri, kur xhaxha nuk ka të shkruar, edhe vazhdojmë me... Kur xhaxha im u bë kardinal, u prit me protokollin në shteti atje, merri shumë mirë, edhe pse ai rrinte në Shkodër. Dhe shkoj bashkë me një kushëri tjetër edhe i them. Më fal, më bën përshtypje diçka shumë interesante Preç. Duke fol për xhaxhan dhe flet me zëtullët. Në vend që do të kumboje zëri jo. Kumbon vet fjala. Ngrihet fjala gjatë rrugës. Dhe i them, xhaxha i thash, është një pothuajse një ritual, thash, njeriu kur merr një titull të lartë në profesionin tuaj, që është një profesion, si gjithë të tjerat, pavarësisht është i shenjtë, edhe i thash bëhet një drek ose një dark. Unë i thash e kam vendos me bë një drek për ty ose një dark. Për të event shumë të rëndësishëm. Po, thash zoti më ka fal, kemi bë lokalin, thash e kena mundësi me bë kështu. Shpenzimet thash janë të mia, po do bëhet në emër të fisit, thash, gjithë fisit jetë. Dhe ti thash, do ftosh këtë dëshiron ti,
Dhe unë edhe ne njerëzit tonë që më edhe të bëjmë Pra, po themi ne, një event mix me personalitetet të kishës katolike dhe me personalitetet të realitetit shqiptar, pse jo të politikës, së shoqërisë, biznesit. Absolutisht, po. Dhe llogaritën një 300 vetë. Një dasëm. Një dasëm, po dasëm. Dasëm është kalu dasëm. Quhet. Edhe më thot mu jo, nuk do bëhet. O, pse i thash? Ti ke frikë që jo, tha. Unë të falënderoj shumë, tha për shprehjen që po ashtu, tha, dhe kam dëgjuar se ta ka bërë Zoti i Marr, tha, edhe gëzohem për këtë, tha, por po të them kaq. Te petku im, tha, keni akses sa ka një katolik në fund të botës, ose sa një musliman që don me besu në këtë petk, tha. Mishi dhe gjaku, tha, është i juaj. Nësa petku jo, është i gjithë. Pra, tha, do të përgatiteni. Tha që ditën kur të shkosh para Zotit, Zoti nuk thot se i biri ku je, i nipi ku je, daje ku je, ku sheni ku je. Çfarë ke bë ti në jetën tënde? Aty përgatituni, tha ju, tha. Leni këto, tha, drekat e darkat e këto, tha, merre diçka, tha, me që e ke shumë, merre shko fali diçka, tha. Edhe më duhet të evidentoj një rast shumë të veçantë që mbase ju preç, edhe nuk e kujtoni, por unë preçi në një X kohë, para shumë vitesh, ishte i mirakosur sepse një djalë një shoku ton, nuk do ta lakoj me emrin, ishte shumë i smur. Ishte në 50-50. Dhe preçi më tha so kohë me shqetësim, do të gjej një mënyrë që t'ja qoj fjalën, bëj një më shumë që të ngrej një mesh. Mesha është ngrit dhe personi nësë po ja të mimin, është një jetë në mënyrë shumë normale. Jetë edhe në punë. Edhe një jetë edhe në punë. Jo një, po janë disa. Po, pak e unë të sola këtë rast. E vërtet. E vërtet. Ai, Zoti i Madh ja ka qu atë dhuntin që ai nëpërmjet lutjeve në telefon bën mrekullit. Dhe ky person është ky që po të them që ju e cituat më përpara, ka qenë në pikën e vdekjes, kur spitali kishte dhënë ndërheqje nga gjitha drejtimet. Dhe një lutje që i ka bëj nga atje, se i thashun ka 2 javë që është në koma. Edhe ngrija telefoni viva voce dhe afroja afër veshit se po mori frym e dëgjon. Dhe kur ka marrë lutjen, ai e fat lutet latinisht. Dhe ka hapë sy gjysmë hapuri dhe një falemnderës me buzë. Edhe aty pastaj takimi me agjen nëpërmjet telefonit është bërë në orën 11, në orën 2 ai ka marrë gjakun dhe ka marrë serumet se nuk i merrte më përpara fare. Dhe janë disa persona tjerë. Është një domethënie, ai është eksozist. Quhet eksozizëm, quhet ai profesioni që ka. Dhe bile tani edhe ky papa i ri që u vu e ka një muaj e gjys në Amerikë dhe s'ka një javë që është kthyer nga atje. Edhe atje ka shku ka bë shumë mrekullina që i thon ata. Është lumë ne që kemi. Jo ne si fisë, si familje. Kombi. Lumë Shqipëria. Shqipëria ka që vogël, prodhoi njerëz kaq të mëdhenj, siç është Gjergj Kastrioti, Gjergj Fishta, Nan Tereza, kardinali Domërnesti, se ne i themi Domërnesti. Është me interes për ata që na ndjekin saga e një busti. Saga një busti që unë e di që preçi tani po më shikon se nuk janë ku në skenar këto. Unë qëllimisht i lash disa gjëra të pashkruar, që të jemi korrekt, duke ditur se preçi nuk befasohet lehtë. Është një histori e një busti që ja vlen ta bëjmë publike. Unë të admiroj, Zoti Martin, se ti nxjerr, si thon, vdekurin nga varri. Faleminderit, po. Faktikisht busti është gjetë as 10 metra më larg se këtu. Dhe sa duket, më fal për ndërhyrjen, ai frymëzim ka qenë edhe nisma këmbgule ju për të qenë këtu. Absolutisht. Dgjoj, këta e solli Zoti dhe e mira që ka bërë baba im. Unë vetëm me këtë e krahasoj. Vetëm me këtë e krahasoj që Zoti mas shumë viteve tha, hajde o i biri në cilsta, edhe merre shifëm ku kanë desh me të. Ja ku është vendi që është gjetë busti, ja ku ke edhe
biznesin. Atë buzë cilën e keni ngritur është në Troshan? Se këtu janë shumë më të fuqishëm se unë, shumë më të fuqishëm e pranoj që mund ta merrin këtë objekt. Mirë po Zoti dhe bashkia, dhe Këshilli Bashkiak na besuan neve, edhe unë vetëm kësaj t'ja dedikoj. Edhe po të garantoj, po të bëj be në nërë të familjes, se një kafe të zezë ku i për i këtë punë dhe nuk ja kam. Se të tash i hapen gjane, blehen me lekë, jo gjithë shka blehet me lekë. Blehet me punë. Blehet me punë. Merret me punë, jo më falë. Po. Merret me punë. Kjo është fiks. Krijohet besueshmëria, merret me punë. Fiks. Kjo është pra. Unë e quaj veç bamirësia që ka bë baba im, e bekimit e mira, rruga e mirësisë. E mirësisë, ja ku të qetë. Prandaj, njerëzit do të jenë shumë të vëmendshëm gjatë gjithë jetës, se ka një Zot që na shef, shkruan dhe na gjykon. Pra me këtë që the ti për ata skeptikët, hoqe edhe dyshimet e jo po Preqi dhe Martini e pas kanë lanë bindjet e tyre, ne jemi këtu për të thënë, për të sjellur kujtimet e çdo personazhi dhe si që thash, pra ka shumë histori Preqi për të treguar. Ndërkohë që ne do të brenda minutave që kemi do të azerojmë aq sa mundemi, se jo të gjitha. Tani futemi në pjesën e fundit të emisionit. Vizioni për të ardhmen. Ose përpara se sa të shkojmë këtu, si e shihni raportin e zhvillimit turistik të Lezhës së pari në raport me turizmin kombëtar dhe pastaj edhe të Hyllit Dritës në raport me Lezhën dhe në raportin kombëtar. Tani për mendimin tim ka një kohë që ne lekun ta presim këtu. Jo ta kërkojmë ma duke kalu malin e Gramozit, e jo ma duke hip në për skafe, e duke hynë për maune, e duke sakrifiku ma. Ka koha që shqiptarët ta presin lekun këtu, dhe leku vjen këtu. Dhe një thirrje do i bëja institucioneve, do jetë mirë. Për kush të kërkoj leje për turizëm, t'i hapet rrugë, dhe t'i jepet mundësia, sepse për momentin është e vetmja industri që lulëzon edhe ka prurje. Pastaj më vonë, duke u rrit ekonomia, duke u rrit mirat, mund të bëjmë edhe një industri tranë, sepse edhe Gjermania doli nga lufta, po thuj se për i herë me ne, po da ditën me punu dhe ja ku janë, ja ku jemi. Sot është dhe një përvjetor i Bashkimit Gjermanive. Çka do të thoshti që ne do të shkojmë drejt trojeve anëtare? Absolutisht po. Edhe ne do shkojmë drejt trojeve. Bashkimi kombëtar është për mendimin tim është i pashmangshëm, por duke mbështet njerëzit, jo duke ik njerëzit. Se këtu po bëshatiset për ditë. Kalum një sezon turistik, në fakt e reja këtij sezoni ishte hapësirat publike, që për hir të realitetit u bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse ne jemi dëshmitar, kemi shëtit për të gjetë një vend, edhe po ta merr shej çadër me vete të shikonte. Pra duhet të thënë që turizmi si vjet, mbështetur në ato filozofi që ti the, ka patur sukses. Kush janë planet e Hyllit të Dritës për afat momentalisht, afat mesën po themi, dhe perspektiva afat gjatë. Telegrafisht, nuk është... Absolutisht po. Ne të flasim për turizmin në përgjithësi, për Lezhën, këtë vit u bën ca punë të mira, sepse para ca kohëve punun keq. Dhe në një takim që kemi pas para 3 vjeç tek Rafaela Resort për turizmin, se ishin shifra marramendshme 12 milione, 13 milione më shumë. Dhe kur më dha drejta fjalës, i thash kështu se që e theksova që në fillim që unë jam i drejt për drejt. Qa ndjej e flas... Gjërat e drejta duhen thënë. Edhe para plumit. Po bashkë se mbajnë... Po, është diçka që manë mëri për momentin, por ma vonë pastaj dalin del aty ajo që duhet. Edhe i them, puna e këtij vitit matet me vitet pasarse, jo me këtë vit që jemi. Pra, që se kemi punu mirë, do vinë sa kanarë. Që se kemi punu keq, do vinë më pak. Që se kemi punu shumë mirë, do vinë më shumë sa kanarë.
Dhe tani, si mjetë u punu aq mirë, u shgënjym pak nga turizmi, sepse ishte defekti i viteve, dhe si mjetë është punu aq mirë, aq shkëlqyrë, sa që besoj se që vitin tjetër do të ndihet dora e mirë edhe tani ti thua që si vjetja të merret si start pozitiv. Absolutisht po. Është start pozitiv. Ishte një vijim po them pozitive. Absolutisht po. Një vijim. Edhe sidomos për Lezhën, nëse do hapen rrugët siç mendohet, do jetë një mrekulli, Si e shef Zoti Preshnoj lidhjen e njeriut me natyrën? Dhe a është edukuar qytetari, vizitori, për ta ruajtur ambientin? Sepse rëndom shohim se jo qytetar, turist, pa përgjeshëm, hedhin mbeturinat në vendet pa vena. A do të kemi nevojë që të mbyllet një herë ky tranzicion i pa edukuatës së njerëzit në raport me mjedisin, me ambientin që frekuentojmë me gjitha? Faktikisht, kjo është një plag, po ta quajmë për vendin tonë, se njeriu pa natyrë nuk jeton dot. Sepse në hanë edhe kanë shkupe janë kthy shpejt se s'kanë nejt dot, se nuk ka jetë. Në tokë ka jetë. Pra toka duhet mirëmbajt, tokën na la Zoti në dispozicion që ne ta mirëmbajmë dhe ta kthejmë shërbimin tonë. Dhe tani problemi është se shumë njerëz janë të pa ndërgjegjshëm dhe të pa përgjegjshëm për veprimet që bëjmë. Por është defekti jonë që heshtim, e shohim një diçka dhe nuk reagojmë. Duhet reagojmë, do të themi, mos zotëri, nuk është edhe ambienti im, jo vetëm i joti. Ti shko, mbrana asaj shtëpisë tonë ti bën çfarë dush, ndërsa këtu të ambienti i përbashkët, do të jemi gjithë, është edhe imi aty, është edhe joti, i atij, i tij. Pra, është joni. Nuk mund të themi kështu duhet konsideruar. O Zoti im. Jo, Zoti është i gjithë. Që po të thëtë Zoti im do të ketë kaj Zot për njëri dhe s'ka kuptim jeta bota. Ne do të jemi të gjithë shoktorë të atij. S'pari vetës. O Zoti jon pra, ose o natyra jon. Jo e imja. Cili do të ishte mesazhi për trinjt? Guximi që duhet të tregojnë ata. Pra, nëse si me një eksperiencë po themi unë pozitive, çfarë do të rekomandonit ju të rinjve, çifteve të reja që e the diçka në lidhje me tarmën e tyre? Kjo është një temë që duhet prek gjatë, kjo do një emision vete, por unë falenderoj për këtë pyetje, se është pyetje tamam me vend që i dhem shumë Shqipërisë, i dhem shumë shqipfolësve, po të themi në përgjithësi, e njëjta situatë ka filluar në Kosovë dhe në Maqedoni. Shpopullimi është një gangren këtu, dhe është gjynaf me këto njerëz të bukur që ja ka falë Zoti këtij vendit. Tash ndroj, nuk jam racist, nuk jam, i du gjithë njerëzit, se njerëzit i ka falë Zoti, po secili t'ja caktoj edhe vendin ku më nej. Është gjynaf që ta popullizojmë me një popullsi që nuk i shkon për krah këtij vendit. Pra, unë shoh, në shumë biznes unë s'kam marrë akoma. Kështu, jo zezak, jo. Nuk kam marrë. Kam marrë egyptian këtu, rom egyptian që i kanë këtu, i kam pasë në punë, por jo nga jashtë, jo nga shohet. Është gjynaf ta braktisim këtë vend. Këtë vend e ka falë Zoti me gjithat mirat që ka një rrezull toksor, i ka Shqipëria. Dhe Shqipëria është armja jonë. Emigracioni i përket së shkuarës. Ajo ishte, o burra të shkojmë një herë të bëjmë të kthejmë, por ama sot është Shqipëria është e armja jonë. E armja prezave tonë. Dhe çiftet duhet mendohen mirë para se të bashkohen. Sepse dikur mu për shembull ma kanë sjellë të shtëpia nusën, se kam taku veç një herë kam pa se si është. Atë shora sa ka ta kështu, duke në prezencë njerëzve tjerë, dhe se kam pa mua derisa ka rke shtëpia. Këto njihen me muje, me vite, dhe në fundit ndahen sa të bojnë gjitha shpenzimet. Ku na çon kjo? Ku na çon? Ose ndan fëmijët jetim me nanë e babë gjallë. Nuk shkon kjo. Të nderuar miq që na ndoqët. E zaruam një pjesë shumë të vogël të udhëtimit të Zotit Preshnoj. Dhe nëse do të dëshironit për të përjetuar një udhëtim ndryshe, do t'ju ftoja të ktheni syt nga rrënjët dhe të shijoni natyrën. Të vizitoni Troshanin dhe hyllin e dritës, dhe të vizitoni edhe sofrën e Gjergjit në ambientin të cilës zhvilluam këtë
bashkëbisedim. Ishte kënaqësi, zoti presh. Unë ju falenderoj shumë dhe shumë respekt për ju dhe për punën tuaj dhe zotin Agustin që është i papërtueshëm dhe më shkon edhe mollin e xhaxhait tim, se edhe ke ka një farmosh edhe nuk përton. Nga mjesi deri në darkë ke në punë. Dhe ju uroj Zoti t'i jap shëndet e lumturinë familjen e tij. Për ta mbyllur dua të përcjell një opinion të botuesit dhe publicistit njohur Frano Kulli, i cili më përgëzoi sot në praninë të miqve të mi gazetar për emisionin e nisur. Dhe Frano më tha sinqerisht se me Frano Kullin e kemi nisur, më tha që pse jo kam patur frikë që ne nuk do të ndalojmë në këtë udhim bashkë me Agustin Cinin. Për këtë t'jeni sigurt. Kemi tani kanë filluar të na bojnë telefonata, të shprehin, por ne kemi një standard, do të kemi një vinjë, pra fashoja njerëzve që jetë tu do të jetë disi e përzgjedhur, natyrisht nuk do të ketë politik. Eri përsëris, nuk do të ketë politik, nuk do të lëmë që të bëhet politik, natyrisht ne do të ftojmë edhe njerëz politik, sepse ata janë pjesë e komunitetit. Atëherë deri në udhtimin e ardhshëm, miru takofshim nga unë Martin Dedaj dhe Agustin Cini që është pas nesh dhe falenderojmë sërish edhe një herë zotin Preç ndoj për bashkëbisedimin dhe për gjithë punën e mbar të tij dhe të familjes. Deri atëherë, mirupafshim. Na bëj mirë dhe unë ngrej një shnet për ju dhe për familjet tuaja. Mbarësit keni gjithë jetën tuaj. Shnetë jetë paqe dhe paqen gjithë.